Unë shpresoj që të marrë 80% të votave. 80% të thosh? Po. Po disa përqind më. Po rreth 83% besoj. Po të reagojmë pak më konservativ, 75. 65? Thash që do ta mbullim gjithsesi te Peleu, por ja të përqendroj 70+1. Parashikimet ishin të përafërta, ndërsa përfituesit nuk ishte dilema. Partia Socialiste, siç pritej, fitoi zgjedhjet e pjesëme lokale në Vlorë, Tepelen, Berat, Cerrik dhe Mat, me një parti demokratike të dorëzuar, me kandidat të pavarur, me idenë e tejkalimit të humbjes dhe nëpërmjet shoqërisë civile, qytetarët nuk e gjetën motivimin të shkonin drejt qendrave të votimit. Procesi i zgjedhjeve të së dielës u bojkotua në mas të gjerë. 18.45% ishte pjesëmarrja në 5 bashkitë, ndërsa Vlora dhuroi një rekord negativ historik. Brunilda Mersini u bë kryetare e parë grua e Bashkisë Bregdetare me 15.672 vota, nga 18.111 vota të hedhura gjithsej në kuti. Pjesëmarrja e votuesve në Vlorë ishte 12.54%. Berati po ashtu zgjodhi Ervin Cecën me pjesëmarrje nën 20%, ndërsa asnjë nga bashkitë nuk kaloi 40% të votuesve. Rama përgëzoi fitoren e kandidatëve të tij, ndërkohë që Partia Demokratike mblodhi grupin parlamentar, ku Berisha e cilësoi procesin një tjetër farsë elektorale. Demokratët duket se tashmë po shkojnë drejt protestave kombëtare. A është kjo rruga e duhur? Normal. E nisim bashk. E nisim bashk për 1000 arsye që lidhen dhe me, le të themi, përfaqësimin tënd si një individ që bën një analizë përtej palëve politike, por edhe me një qartësi për palët politike sa i përket mënyrës se si shikon ti zgjedhjet edhe aktivizmit tënd në to. Farsë elektorale e ka quajtur Berisha, ka pasur një përqindje shumë të vogël të dalë si rrallëherë, jo si rrallëherë, më e vogla në gjithë historinë nga 90-ta deri sot, si ke parë qëndrimet opozit sa i përket këtyre 5 qyteteve apo 5 bashkive? E para duhet thënë njerë që zgjedhjet kaq sa që ishin të pjesshme, ishin akoma më të pjesshme se të pjesshme. Kuptimin që ajo që ishte bloku kryesor ku ishte përqendruar gjithë vëmendja, Tirana, u asgjësua. Punë tjetër pastaj u vendos kjo gjë nga në një lloj ndikimi i Ramës apo jo kushtetuese, po është diskutim vetë. Thjesht në vlerë absolute të shohim faktin që aty ku ishte përqendruar gjithë vëmendja dhe ku ekzistonin dhe shanset më të mëdha në fakt për t'i bërë opozitë reale dhe me vota dhe për ta përmbysur kandidatën e Partisë Socialiste, Tirana doli jashtë loje. Ngelen këto të tjerat. Te këto të tjerat pastaj ajo që konstatojmë ka disa gjëra thjeshta. E para konstatojmë që Partia Demokratike në një farë mënyrë i neglizhoi. Jo në një farë mënyrë, po i neglizhoi në një masë të konsiderueshme. Ndoshta edhe për shkak të fokusimit tek Tirana. Ndoshta edhe për shkak të konstatimit që në bashkitë e tjera në Shqipëri, tashmë ky lloj pushteti klientelist që ka ndërtuar Rilindja është instaluar jashtëzakonisht fort dhe shumë e vështirë për ta përmbysur. Sepse sa më e vogël të jetë një bashki, aq më e vështirë është në fakt, sepse aq më të mëdha janë interesat dhe më drejt për drejta janë lidhjet klientelistëve të njerëzve me bashkinë. Në rastin e Tiranës është tjetër gjë. Tirana ka një bashki, po nga ana tjetër ka përmasa shumë më mëdha dhe ka një pjesë shumë më të madhe të elektoratit që është e pavarur nga lidhjet me politikën. Kjo është dhe arsyeja pse Tirana është relativisht më si thosh vendos trende zakonisht. Strategjia e palëve ishte? Nga pikpamja e Partisë Demokratike nuk ishte ndonjë strategjia ishte pak a shumë që hajt përpiqemi të mos dalim keq, të paktën në këto zgjedhje, por edhe këtu nuk u bën përpjekje të mëdha. Dhe një nga problemet e tjera që dalin nga këto zgjedhje është edhe çështja e pjesëmarrjes, që lidhet jo thjesht me çangazhimin, le të themi, të opozitës, por nga ana tjetër edhe me një lloj humbje të besimit të votuesit tek mundësia e ndryshimit përmes votës. Në fakt, një element tjetër pastaj që është për tu parë është që problemi kampit tjetër pastaj është që po të marrësh dhe të shohësh votat,
as Partia Socialiste nuk ka arritur t'i nxjerrë në vota të vetët. Qoftë për arsye shgënjimi, qoftë pjesërisht edhe për faktin që këto zgjedhje u konsideruan shumë të lehta për të fituar dhe kishte një lloj demobilizimi edhe në radhë të Partisë Socialiste. Në të gjithë parametrat që ne do të shikojmë, parametrat e përfaqësimit që do të shikonim për t'i analizuar të këto zgjedhje, në të gjitha kemi mangësi të mëdha, në të gjitha kemi probleme të mëdha. Pra ishin një palë zgjedhje për t'u harruar komplet. Për t'u harruar. Fitim, pavarësisht kësaj, do mbahet mend që pati pjesëmarrje të vogël, apo do mbahet mend 80%, 70%, 15% një palë dhe 80% një palë, apo 70% një palë dhe 20% një palë? Më shumë do mbahet mend bojkoti i opozitës, i plot, i fshehur pas gjasë pjesëmarrjes ndërmjet mbështetjes së kandidatëve të pavarur, mendoj unë. Ai rezultati 80% kur ka bojkot është i justifikueshëm, edhe pjesëmarrja në kushtet e tanishme është po ashtu justifikueshme, sepse ka një apati të plot dhe një mosbesim të plot gjithë shqiptarëve ndaj partive në radhë parë, dhe në radhë dytë votuesi socialist është ai demotivuar sepse s'ka garë. Pra, Partia Socialiste ka dy arsye. E para është në krizë dhe ajo, edhe e dyta as motiv nuk kanë sepse dieti do fitoj Mersini atje, ai doka në Sarrika me radhë, pra diej, kështu mendoj që gjë e re e vetëm ishte kjo. Bojkot nëpërmjet hipokrizisë së pjesëmarrjes në zgjedhje nëpërmjet mbështetjes së kandidatëve pavarur. Ishte një gjë absurde, pa dëgjuar ndonjëherë, por ishte bojkot. Dhe mendoj kjo ishte gjëja kryesore. Zgjedhjet u zhvilluan më shumë për të treguar krizën e thellë të sistemit politik shqiptar. Kriza për mua është shumë e rëndë, është kriza që e bën Partinë Socialiste të mos i humbë dot zgjedhjet dhe e bën Partinë Demokratike të mos i fitojë dot zgjedhjet. Pra e bën edhe PS-n dhe PD-n parti të depolitizuara. Sepse nuk japin llogari, s'majnë përgjegjësi për asgjë. Sepse dihet që as fitojnë as humbin. Pra të dyja palët janë pozicione statike. Edhe qëllimi i secilës është që të ruajnë këtë gjendje, sepse kjo gjendje pak a shumë i madh, të dyja në rregull. Kjo është kriza themelore, edhe në këto kushte zhvilluan këto zgjedhje të pjesme. Edhe po të ishin përgjithshme, rezultati do ishte ky që është në shifra jo 80-20, po siç ishte 55-45 apo 60-40 apo 65-35. Pra kriza është e rëndë, e tmerrshme, e me radhë, u shfaq edhe në nëpërmjet bojkotit. Arbër? Këtë mendoj.